Këtë sezon turistik, plazhi i Vjetër dhe Zvërnetësi ofrojnë shërbime shëndetësore cilësore përmes qendrave të specializuara të ndihmës së parë. Pajisura me personel të kualifikuar dhe teknologji moderne, këto qendra garantojnë ndërhyrje të shpejtë në çdo rast emergjent. Në Zvërnetës, shërbime mjekësore ofrojnë 2 mjekë të specializuar dhe 3 infermierë të trajnuar në trajtimin e urgjencave, ndërsa qendra është e pajisur me sisteme monitorimi të parametrave jetësor, si tensioni, oksigjeni dhe glukoza në gjak, pajisje për perfuzione, ndërhyrje mikrokirurgjikale dhe një komplet të plot ndihme të parë. Jashtë kamerës, mjeka kirurge Dorilda Hoxhara thotë se deri më tani janë trajtuar vetëm raste të lehta, si djegje nga dielli, reakcione allergjike ndaj pickimeve të insekteve dhe disa raste pickimesh nga kandidi, por asnjë nuk ka pasur nevojë për trajtim spitalor. Ndërkohë, një autoambulancë e shërbimit 127 qëndron e stacionuar në pikën lidhëse mes Zvërnetësit dhe plazhit të Vjetër, gati për të transportuar rastet emergjente drejt spitalit. Në qendrën shëndetësore të plazhit të Vjetër ofrojnë shërbim 3 mjek dhe infermier, të cilët u përgjigjen nevojave shëndetësore jo vetëm të pushuesve, por edhe të banorëve lokal. Shërbimet shëndetësore që ofrojmë janë nga më të ndryshme, duke filluar nga shërbimet më të lehta siç janë matje tensioni ose glicemie, deri te ato pak më të avancuar siç janë injeksione të ndryshme ose serume për pacientët të cilët kanë gjendje shëndetësore pak më të rënduar, Po ka filluar shërbimi deri tani keni pasur pacientë që vinë nga plazhi? Po kemi pasur dhe rastet më të shpeshta kanë qenë pickim peshk ose reakcione allergjike, ndonjë mjekim plage, po kanë qenë raste të menaxhueshme. Në momentin e rasteve të rënda ne funksionojmë duke ju dhënë atyre ndihmën e parë, deri në momentin që të vi ndihma më e specializuar nga spitali rajonal. Është një ambulancë në dispozicion tuaj? Në këtë qendër shëndetësore jo, sepse mbulon Spitali Bashkiak i Vlorës, por në qendrat e tjera funksionon me ambulancë, disa kanë, disa jo. Megjithatë, një nga problematikat evidentuara është mungesa sinjalistikës së qartë për vendodhjen e qendrave. Pesh turistët humbin kohë duke kërkuar se ku ndodhet qendra shëndetësore, tregon një pushues. Qendra e Zvërnetësit është e fshehur brenda një strukture të rrethuar nga vegjetacioni, ndërsa plazhi i Vjetër, megjithëse ndodhet pranë rrugës kryesore, identifikohet vetëm nga një tabelë, thuajse padukshme.